Alba i afrohet Elionës me nerva të dukshme, zëri i saj i ngritur dëgjohet në gjithë dhomën. Tensioni rritet menjëherë sapo ajo nis debatin, pa e fshehur fare irritimin që i është mbledhur prej ditësh. Ajo i drejtohet Elionës me tone të ashpra: "Eliona, ti fshihesh. Ti je fëmijë, as nuk di të përballesh me gjërat", thot Alba, duke tundur duart në ajër sikur po kërkon të theksojë çdo fjalë. "Ti si as reale, je dy fytyrshe dhe bën sikur je e mirë vetëm kur të intereson." Ndërkohë disa banorë të tjerë kthejnë kokën drejt tyre, të habitur me mënyrën si po flitet, sepse Alba duket sikur e ka humbur durimin krejtësisht. Ajo vazhdon, pa u ndalur: "Mos u bëj si e pafajshme, se unë e njoh llojin tënd. Po mendon se mund të më mashtrosh me këtë fytyrën tënde të butë? Jo, jo. Unë do ta nxjerr fytyrën tënde të vërtet përpara të gjithëve." Eliona e shikon e habitur, e mërzitur, por përpiqet të ruajë qetësinë, ndërsa Alba vazhdon të flasë sikur ka kohë që e ka pritur këtë shpërthim. Ajo nuk ndalet as kur banorët i kërkojnë të ulë zërin. Alba e përfundon fjalinë e saj me një ton sfidues, duke i bërë të qartë se ajo beson se Eliona nuk është as pak ajo që paraqet. Atmosfera rëndohet dhe të gjithë presin të shohin nëse Eliona do t'i përgjigjet, apo do të largohet për të shmangur një përplasje edhe më të madhe.